ai që ndodhi 2 janar, ku e quajnë referendum, as referendum nuk ishte. Për të qenë korrekt me fjalën, sepse në referendum ka gjithmonë edhe aty 2 palë. Njëra pro, njëra organizime, të cilat bëjnë fushat, shprehin ide, shprehin platforma. Ai nuk ishte referendum. Ai ishte një formalizëm banal i Sali Berishës, i cili nuk kishte synim për të përcaktuar nëse do zgjidhej apo jo, sepse kjo ishte përcaktuar prej kohësh. Ai ka qenë dhe ka konsideruar veten kryetar partie edhe kur nuk ishte, në kuptimin që mbas zgjedhjeve të 2025-s humbi, sipas statutit vet automatikisht nuk ishte kryetar partie, dhe gjatë gjithsej kohë është sjellë si kryetar partie, de facto. Ajo ishte një krim social për të testuar besnikrin e atyre njerëzve që e quajnë veten antarë të Partisë Demokratike. Pra për të parë sa të verbër do ishin, sa do t'i shërbenin, sa do t'a adhuronin. Kjo ndodhi.